Në shtërp se kompania e parë publike e shërbimeve ka rifilluar punën nga mëngjesi sotëm dhe është kompania e parë publike në sistemin serb që është rihapur pas mbylljes. Kryetari i komunës Dalibor Jeftić tha për Kosova Online se bisedimet me autoritetet e Prishtinës për licencimin e kompanisë publike të shërbimeve, si dhe për lidhjen e një kontrate për ujësjellsin rajonal, po vazhdojnë. Jeftić falenderoi përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Prishtinë, të cilët ndihmuan në arritjen e marrëveshjes dhe shprehu besimin e tij se marrëveshja e arritur nuk do të shkelet. Përpjekja 11 për të konstituar Kuvendin e Kosovës përfundoi pa sukses, kështu që vazhdimi i seancës është planifikuar për të mërkurën në orën 10, ashtu si pardje Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lista Serbe dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma refuzuan të propozojnë antarët e komisionit të tyre për një votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Pas kësaj, propozimi i vetëvendosjes për të formuar një komision të tillë u refuzua përse me votimin publik. 56 deputet votuan pro propozimit, 1 ishte kundër dhe nuk pati asnjë abstenim, që do të thotë se në atë moment Kuvendi nuk kishte as quorum për punë. Deputeti i lidhjes vetëvendosje Hekuran Murati tha se Nena Drashić duhet të emërohet nën kryetari i Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi i partisë së tij është se Drashić përfaqëson komunitetin serb dhe jo dikush nga lista serbe, e cila, siç tha ai, nuk e pranon Republikën e Kosovës si shtet të saj. Ajo që ai vlen thuhet se për herë të parë, sa as gjatë minutës së heshtjes, deputetët e listës serbe nuk u ngritën në kamp për të ndaruar ditën e dëshmorëve. Nëse do të varej nga ne, lista serbe nuk do të ishte fare në parlament, tha Murati. Edhe sot kryeministri me mandat teknik Albin Kurti nuk u përgjigj në lidhje me situatën e ndërlikuar me votimin e konstituimit të Kuvendit, por duke injoruar ekipet e shtypit hyri shpejt në ndërtesën e Kuvendit. Deputetja vetëvendosjes Mujmaza Kosari Lila tha se Albolena Haxhiu mbetet kandidate për postin e kryetares së Kuvendit dhe se partia e saj ende kërkon që votimi të zhvillohet fshehurazi. Deputeti Faton Peci tha se votimi i fshehtë kërkon që të respektohet vullneti i plotë i deputetëve dhe konfirmon se vetëvendosja do t'i propozojë përsëri Albolena Haxhiun. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu e kritikoi ashpër Albolena Haxhiun, duke thënë se ajo është shembulli më i keq i një politikane e shqiptare si një grua. Musliu thotë se i vjen keq që Albolena Haxhiu, siç deklaroi ajo, nuk mësoi asgjë në politikë. Kurti po përdor Haxhiun si në rastin e gazit lotësjellës, tha Ganimete Musliu. Albolena Haxhiu ishte deri me tani ministre i drejtësisë dhe në zgjedhjet mori 125.000 vota, më shumë se ministri i punëve të jashtme Donika Gërvalla ose Mimoza Kosari Lila, por më shumë se edhe ministri i brendshëm dhe i mbrojtjes Xhelal Sveqa dhe Eyüp Maqedonci. Nëse vetëvendosja do të formonte qeverinë me 61 vota, çdo ligj do të ishte në procedurë, mund të dëmtohet një koalicion i tillë, vlerësoi Miloš Pavković nga Qendra për Politiket Europiane në Beograd. Politikologu Aleksandr Shluka thotë se një qeveri e tillë pritet me vetëm 1 ose 2 deputet, praktikisht do të kishte një të drejtë voteje dhe një fuqi asimetrike për të ndikuar në çdo vendim. Profesori universitar Mazlum Baraliu beson se qeveria re duhet të jetë një qeveri e unitetit kombëtar dhe të përfshijë të gjitha partitë që fituan vendet në parlament. Ai kujton se në nëntor në Kosovë do të mbahen zgjedhjet lokale, ndërsa vitin tjetër zgjedhjet e presidentit të vendit, për të cilat nevojiten të paktën 80 vota në antarëve të parlamentit. Policia e Kosovës ka arrestuar një 31 vjeçar të dyshuar për vjedhje të rënda në 2 bare në ri të qytetit të Mitrovicës. Grabitja e parë ndodhi në rrugën Kralj Petar, ku u vodhën 550 euro dhe me pas 60 euro u grabitën nga një lokal tjetër. Grabitësi u arrestua këtë mëngjes në vendin e tij të punës në Zabrëq, pranë Mitrovicës jugore, dhe pranoi se kishte kryer krimin, kështu që u mbajt në paraburgim policor. Policia nuk e specifikoi komësinë e riu të arrestuar.
Të martën do të mbaj mot me vranësira me reshje shiu dhe bobollime në pjesën më të madhe të Serbisë dhe mot kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë në jug dhe juglindje. Do të rrëfyj ere dop deri mesatare në jug të vendit edhe ere fort jug perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 27 gradë Celsius.